Prokuroria e Tiranës ka regjistruar procedim për vdekjen e biznesmenit italian Massimo Ferro. Çështja po hetohet nga prokurori Florian Borici, i cili ka sekuestruar kartelat mjekësore dhe ka kryer veprime të tjera hetimore në klinikën private Trita Hospital, ku 54 vjeçari kreu një ndërhyrje kirurgjikale. Paralelisht, hetime po zhvillohen edhe në Itali, ndërkohë që familjarët e biznesmenit pretendojnë se 54 vjeçarit nuk ju bën analizat edhe kontrollet paraprake përpara se të futej në sallën e operacionit. Ngjarja ndodhi në datë 22 dhjetor 2025 në QSOT, ku 54 vjeçari ndoroi jetë pas operacionit në stomak për humbje peshe në klinikën private Trita Hospital në Tiranë. Ekzaminimi pas vdekjes ishte pothuajse i pamundur, pasi disa organe u hoqën gjatë autopsisë në Shqipëri dhe janë ende në laboratorin e mjekësisë ligjore në Tiranë.